Cila është këshilla që ja u këshillon të rejave dhe të rinjeve që përna ndjekin? Të rejave dhe të rinjeve ju kësha thënë që të investojnë në pamjen e tyre, është shumë e rëndësishme për disponimin edhe energjinë që na japim për me mujt me i kry edhe punët e tjera dhe obligimet që i kemi, në thonë, të ditës dhe të jetës në përgjithësi, mirë po të mos bëhen peng ose prej e tyre. Bravo. Unë e kësha shtu këtë vish një fjali, doktoresh, që mund t'i rinë vetit gati sa janë tri, për të parandaluar që pas 30-ave të kenë një freskim atë madhe, që i the do me thënë, tash janë shumë të rëndësishme, është mirëmbajtja, janë ndërhyrje, janë skin boosters, mandej është edhe aparati me të cilin unë tani operoj, kushtimisht nëse mund të themi, është double tight, e cila do me thënë ka një kombinim shumë të mirë, do me thënë i ka microneedles apo microgjilpëra 3D, ka injektimin, do më thonë mikroshpimet bashkë me injektimin, edhe në fund e ka një VVIP sistem që nënkupton, do më thonë, shpërndarjen e gjithë asaj që është injektuar në mënyrë të një trajshme në gjithë fytyrën. Me këtë është pak e dhimbshme, po dhe për atë në paraprakisht bëjmë një, do më thënë, anestetik të lehtë, lokal, për me përballu atë dhimbje që edhe ashtu nuk është shumë e madhe. Edhe kjo, do më thënë, i bën ata me uduk, e bën, do më thënë, lëkurën, se mund të bëhet në fytyrë, në qafë, në dekolte, duar, trup, në pjesë të ndryshme. Edhe, do më thënë, i kemi me një aparat të vetëm, bëhen 3 funksione. Do më thënë që nëse edhe radiofrekuenca, edhe mikroshpimet, edhe injektimet e skin boosterave bëhen në të njëjtën kohë, edhe nuk ka nevojë me u shku disa herë. Do më thonë, kjo është shumë e mirë. Prej kësaj, do më thonë, atëherë kemi një lëkurë, edhe kemi nxit, do më thonë, prodhimin e kolagjenit, edhe kemi mbështet nga jashtë pak, por edhe kemi bërë një tërheqje të lehtë të fytyrës, edhe minimizim të rrudhave të imta. Të jemi të qartë, sepse për me bo me esh rrudhat, atër do të detyrohemi të bëjmë një facelift të mirëfillt. Të mirëfillt. Prej cilës mosh bëhet kë intervenim? Facelift? Po, ajo ka se ka radiofrekuencë, gjithsesi është në basë moshës 18 vjeqe. 7 zanat s'kudzojnë të bëjnë? Në 7 zani është endaluar, po ashtu edhe në gjithënja. Do më thonë, janë disa kritere që duhet i plotësojmë, prandaj është edhe konsulta. Faleminderit shumë që ma jepe mundësinë me i cek këto, sepse nuk aplikohet çdo herë, duhet me respektu këto. Duhet me tha jo në disa raste. Në ndërkohë, të gjitha këto e ndihmojnë që ta ruaj freskinë pa pas nevojë për intervenimet të mëdha. Po, ose ti shtyjem sa më shumë ato intervenim, të shtyjem sa më shumë, sepse tashi nëse neve i rrim gati këto, ne po flasim do më thënë për një jetë normale, ndërsa nëse tash jemi të saktë, nëse për disa fytyra, për disa artistë të cilët janë çdo herë në skenë duhet të jenë në xhirimin ansi, kërkon më shumë, do më thënë, investim në dukjen e tyre, se sa te unë si doktor që operoj gjithë ditën. Për ju s'ka gojle, në rëndësim në Jo, është kërkohen, mirë po do më thonë, janë disa profesionet të cilat kërkojnë më shumë edhe ne duhet me i respektu kërkesat e tyre, sepse është pjesë e profesionit të në. Absolutisht që po. Ndoshta po gabohen, por kjo është mendimi. Jo, është kërkesë individuale. Po edhe në basë, do më thonë, kërkesave që ishe, edhe pse ata janë të primivuar prej disa ndërhyrjeve, për se mimika e tyre është shumë e rëndësishme në aktrim, do më thonë ata disa ndërhyrje kanë të nevojshme, për disa tjerave duhet të abstenojnë. Absolutisht, kjo është e meta, ta themi, po, se cili, do më thonë, të gjithë i kanë limitet edhe kriteret e veta. Se cili ka avantajët e dezavantajët e veta. Po, por që ju në përgjithësi doktorit e respektojnë kërkesën e klientit? Po, i respektojmë edhe, do më thonë, fatmirësisht që në ditë të sotit kemi një do më thonë një gamë të madhe të produkteve që mund të përdoren për arsye të ndryshme.